Gerta, cila ka qenë forca jote më e madhe këtë sezon? Në loj, besoj. Këtë sezon i bigut. Jo, po në loj, forca jote. Se përderi sa ta nështrojnë pyetën? Në fakt e kam menduar, edhe kam përshtypjen që ka qenë konsistenca në atë që kam menduar, në atë që kam folur, në debatet që kam bërë. Sigurisht edhe unë kam bërë 2-3 gabime gjatë rrugës, sepse si jemi njerëz perfekt, defekte kemi të gjithë, ndodh që edhe në një moment edhe gjykojmë gabim, mendimi ndryshon, por besoj se ajo që ka qenë më kryesorja, ka qenë pikërisht konsistenca në qëndrimin tim edhe në lojën time, në qëndrimin ndaj banorëve, në qëndrimin ndaj debateve, në qëndrimin ndaj çështjeve të ndryshme. Edhe kam përshtypjen që një nga gjërat që ndoshta më ka dhënë më shumë pikë ka qenë edhe pjekuria, edhe eksperjenca e jetës. Sigurisht që të vish në një moshë caktuar, edhe me një profesion, kam takuar shumë njerëz, kam takuar shumë situata dhe njerëz me shumë karaktere të ndryshme, sepse unë kam pasur të bëj shumë me artistë, dhe artistët e dim se si janë, që janë njerëz pak më të shprehur në cilësitë e tyre. Kështu që kam përshtypjen edhe eksperienca, edhe pjekuria, maturia, qëndrimi, besoj se kanë qenë një pikë plus për mua. Zdi nëse keni ndonjë kundërshtim ose ndonjë... Aston, të këto është